personave që janë për momentin. Nga asnjëra parti në fakt, po e kuptoj. Jo, nuk shën në asnjë parti për shembull. Unë kam po shumë shpresa për shembull në Albin Kurtin çka ka fol. Unë po tham për vitet 2016, 2017 që unë kur të vinë pozitën e kam bëu këtë gjë edhe në kështu. Apo pse mos më provu, apo din. Po ky është të çun Kosovën tash 7 vjet po bëhet që në qeveri, është të çun Kosovën veç poshtë ma poshtë se që u konë. Është menimi jam personal, nështë dikush nuk pajtohet. Po unë me ato so pesha, për shumë, apo din so është, në që me thonë fiqiri jembre, se po shprejna kështë bashkë si katonor. Së është problem fare, e kuptojmë që. Po është shumë, dhe me thonë Kosova shumë gjendje tronë. Unë shë për shumë se unë në gërbet jem për vitet 2009. Po? Dhe me thonë bëbot shumë një kohë e gatë që... A i ke rapi shmana erë me thonë pëse shkova në Gjermani, pëse së qëndrova të me punu për vendin tem, po, hajde me thuaj. Tash me të thonë realisht, çdo që u shku në fillim, adin në javën e parë ose 10 ditë e para, nuk besoj që as skuferin që e ka ikë që nesër ku më këthi. Apo din? Po? Edhe unë kom po qatë me një, po tash jo, tash ka ndryshu gjonat, nuk besoj. Se besoj për shtonë më. Atje je nga veti 2009, punon, ke familje, je i martuar, pysë kështu? Po, qepa. Fëmi po që për shumë dhe vi për 2 javë, mu duke gjithë shka në regull, për njerëzit që jetojnë të nuk është në regull. Po. Je kundra po pro që votoj mërgjimtartë këtu në Kosovë? Për menimin tem kundër. Kundër? Po. Unë se për shembull ata që janë për 20 e ma shumë vite veç vinë 2 javë ditë në Kosovë edhe për me votu në Kosovë nuk është e drejtë se na 2 javë ditë unë e kënaqshna këtë, edhe po kesh diçka unë e kënaqshna këtë. Po pra, të qenë vendi jot. Normal. Apo për shembull njerëzit që jetojnë këtu, është një